Një tjetër shembje masive ka ndodhur mëngjesin e kësaj të diele në aksin rrugor Qukës Qafploç, ku një masiv dheu i gurve është shkëputur nga skarpatat e rrugës dhe ka rënë pikërisht mbi të, duke bërë bllokimin e saj. Kjo ka ardhur si pasojë e rreshjeve të shumta të ditëve të fundit. Për shkak të rrezikut dhe për të garantuar sigurinë e përdoruesve të rrugës, qarkullimi i automjeteve është devijuar në një korsi të re, e cila ishte hapur disa ditë më parë nga firma kontraktore, pasi pritej që një situatë e tillë të ndodhte. Nga ana e kompanisë ndërtuese është realizuar një bypass, i cili mundson kalimin e mjeteve në të dyja drejtimet, duke shmangur bllokimin total të qarkullimit në këtë segment problematik. Shembje të tilla janë përsëritur disa herë në këtë aks rrugor, veçanërisht në lotin e tretë, ndërsa kjo konsiderohet shembja e dytë masive në këtë segment rrugor. Sipas specialistëve, situata ishte e paparashikueshme, pasi terreni ku është ndërtuar rruga paraqet paqëndrueshmëri të theksuar. Autoritetet dhe policia rrugore po monitorojnë situatën në terren dhe u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit në këtë zonë.